me një sulm nga jashtë rrezikohen të gjithë iranianët dhe ata do të forcojnë marrëdhëniet mes njëri tjetrit pa çka problematikave që kanë. Armpushimi dhe nënshkrimi një marrëveshje mund të rikthej ringjalljen dhe pretendimet e tyre të brendshme dhe atëherë do të shikoj se si do të jetë ecuria përfundimtare e brendshme. Megjithatë do të thënë që absolutisht që po. Deri më i madh që i bëri Amerika Iranit, është që sido që të jetë puna, brezin e parë dhe gjysmën e brezit dytë të liderëve politik të regjimit dhe ushtarak. Të regjimit autokrat dhe ushtarak dhe që ishin super të rrezikshëm, i zhduku. Në një farë mënyrë asa ata nuk është se jetonin keq ndoshta ekonomikisht, por vuanin këtë klikën. E quti ndryshim regjimi? Ndryshim Dhe regjimi praktikisht, de facto e bëri ndryshimin e regjimit. Mes Donald Trump dhe Don Jr. nuk shoh një ndryshim regjimi unë. Kushtet ua ka përgatit do të ngjelet për të parë se si ata do ta përkthejnë dhe si do të reagojnë. Absolutisht që sa po të nënshkruhet marrëveshja dhe unë shoh. Edhe këtë veprim unë shoh që edhe vjen ujërat, absolutisht vjen që edhe veprimi i Izraelit adrenalina dhe fillon të funksionon. Jo pamush 24 orë ndaj bombardimeve të Libanit, unë e shoh më shumë si një mjet presioni indikuar nga Shtetet e Bashkuara që kur të ulen në bisedime në tavolinë të jenë të favorizuar për kërkesat e tyre në raport me kërkesat që kanë paraqitur iranianët. Pra nuk e shoh se do të jetë një politret apo një pale tret që do të futet dhe do të marrë pjesë në bisedime. Vështirë që tulet tavolinë. E shoh vështirë. Megjithatë do shkojmë pak në publicitet shkurtër dhe kthehemi të flasim në ato minuta që na mbeten për rolin e Shqipërisë. Pse se sot Shqipëria ka folur që është gjithmonë, pra Ministria e Jashtme ka reaguar dhe ka thënë që Shqipëria është gjithmonë në favor të paqes dhe të uljes dhe të negociatave në tavolinë. Po me skujt dhe me kë, me një shtet cilin para jo më larg se një muaj i quhet shtet terrorist. Për këtë flasim më njëherë pas publicitetit. Shqipëria mirëpret zyrtarisht armëpushimin dyjavor mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të arritur në limitet e afatit të presidentit Donald Trump për Teheranin. Në njoftimin e Ministrisë së Jashtme theksohet se Shqipëria sugjeron ulje të tensioneve, dialog dhe arritje në një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë mirëpret marrëveshjen për armëpushimin dyjavor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, e cila synon të hap rrugën drejt një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit të përshkallëzuar në lindjen e mesme. Shqipëria ka mbështetur vazhdimisht përpjekjet për ulje të tensioneve, vetë për mbajtje dhe dialog kuptim plot. Mëtej Ministria e Jashtme shton se ngushtica e Hormuzit është kyçe për ekonominë globale, duke prekur edhe Shqipërinë, ndaj dhe duhet garantuar liria e tregtisë detare. Ndërprerja e furnizimeve globale me energji përfshirë ndikimin e paqëndrueshmërisë rreth ngushticës së Hormuzit vjon të prek ekonomitë në mbar botën, duke theksuar urgjencën e rivendosjes së stabilitetit dhe garantimit të rrjedhës së lirë të tregtisë detare. Shqipëria kërkon respektimin nga gjitha palët të armëpushimit dyjavor dhe arritjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse paqësore, ndërsa përshëndet veçanërisht rolin e Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në këtë konflikt. Kemi pak minuta, po Emilio duhet goxha një shift edhe pozicioni i Shqipërisë. Në parlamenti miraton një rezolut, kur që 2 javë më parë, 3 javë më parë. Fillimin e konfliktit. Dhe klasifikon si shtet terrorist apo që sponsorizon terrorizmin, e quan Gardë Republikanë organizata terroriste, okej. Dhe pas 2 javësh thua, s'ka që ullu një tavolinë, ndoshta duhet kishim hershtur kësaj radhe? Për Shqipëria është një vend... Për trujt reputacionin e parlamentit e mundet rezolut, ose? Shqipëria është një vend i vogël që nuk ndikon fare në këtë arenë. Qoftë dhe për këtë. Dhe ka një logjik edhe në atë në miratimin e rezolutës, në atë që Shqipëria të paktën kryesisht dhe në dallim nga vendet e tjera një pjesë e mirë të vendeve të NATO-s, ka qenë ose s'ka marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe ka një tension të vazhdueshëm me ndërmjet që në nga prishja e marrëdhënieve dhe në vazhdimsi dhe brenda një logjike të madhe mund edhe deri diku dhe në besoj se nuk e vënë
do ishte jashtë logjikës time, në qoftë se nuk do ishte dhe në një koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndoshta edhe me një pjesë të vendeve të NATO-s për të shkuar drejt një rezolute të tillë. Megjithatë, duke nisur nga fillimi që është një vend i vogël dhe me kapacitete të vogla, ndoshta do duhet të prisnim që edhe vendet e mëdha të shpreheshin më parë dhe pastaj të shpreheshim ne. Megjithatë, ky është një vendim politik. Dhe që të ketë një vendim politik vjen nga qeveria dhe besoj që është edhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe s'ka asnjë logjik tjetër mos të jetë në një formë të tillë. Dhe ndër të tjera pastaj nuk e di se sa ndikim, pesh, vlerë ka e gjithë kjo. Rëndësi ka që Shqipëria ndihet faktor në të gjithë këtë proces dhe si pjesë e NATO-s ka edhe ajo zërin e saj modest brenda të gjithë Skënder. Sogol, ne kontrata në qënë drejt Evropës, ndërkohë që ndjenjat tona më të sinqerta në qënë drejt Amerikës. Kjo është konstante, në çdo lloj qëndrimi. Aq më tepër në situata tilla ku ne në raport me Iranin jemi angazhuar herët, nuk tash më s'ka ngelur më të rregullojmë apo të prishim diçka me një deklaratë, sepse mes nesh dhe Iranit janë shkëmbyer disa akte shumë të forta, është për zënë ambasada, është shkruar Mujahidin. Patjetër, janë strehuar ata të parë dhe pastaj kanë ndodhur këto të tjerat. Dhe edhe hakerimi që ti e përmende me drejt, domethënë masiv i gjithë database-it ton shtetror. Unë këtë reagim të sotëm e shoh si një afrim rreth qëndrimit evropian për krizën. Më shumë, pra në vazhdën e deklarimeve dhe të gjesteve, unë këtë deklaratë sotëm do ta shihja si më të moderuar dhe besoj më të ekuilibruar. Është përpjekje për të korrigjuar diçka në raportin qëndrimit evropian. Problem është rezoluta, për mendimin tim, një problem taktik, sepse tashmë nuk ka ngel më për të rregulluar diçka me Iranin. Ata nuk na duan, ne nuk i duam. Me Iranin, në raport me qëndrimin evropian. Edhe me Iranin si palë, po them, si një shtet që... Me Iranin e kemi mbyllë muhabetin. E kemi mbyllë muhabetin, po fiks. Ndoshta kur ndryshohet regjimi në një ditë, ndoshta mund të rikthehet sërish për rivendosje marrëdhënies. Patjetër. Po në raport me qëndrimin Evropë-SBA në lidhje me krizën, po. Dhe ne kemi dalë, duhet të njoftoj që ti e kujton që në rezolutat e fundit, ku ne historikisht kemi votuar pro çështjes palestineze dhe situatës në Gaza, ne në vitet e fundit me shumë kujdes jemi spostuar dhe kemi dalë të abstenimi. Dhe kjo është një qëndrim i ri, faktikisht, de facto, i Shqipërisë në lidhje me ngjarjet në lidhjen e mesme. Jo korrigjim, një saktësim, një plotësim, është një qëndrim që vjen edhe që vjon qëndrimin e qeverisë mëparshme. Dakord, nuk e vënë dyshim. Nga kabinetet e Partisë Demokratike dhe kabinetet Berisha, kabinetet Rama, patjetër, pra se është mbajtur qëndrimi i ri i abstenimin. Po, vetëm se duhet shënojmë që në këtë momentin kur ne kemi dalë me ato kutiçkat e bardha, domethënë tek vendet abstenuese, as jeshil as kuqe. Konton kundër, de facto është kundër. Zyrtarisht është e gjitha Europa perëndimore, po them antarët e BE-s, i ke në listën e vendeve me jeshile, pra që kanë votuar pro. Do të thotë ndaj çdo nisme për qetësimin e situatës në Gaza, për raportet me Izraelin, për gjendjen e mesme. Kemi edhe në UNGA-n e fundit, pra në Asamblenë e fundit përgjithshme të Kombeve Bashkuara. E kemi njohur herët Palestinën si shtet. Patëm Britaninë, Francën dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian, të cilët janë pro njohjes Palestinës. Patjetër. Shprehin në parim, jo parim, po thanë në një moment të dytë të vendosjes paqes. Ndërkohë që ne kemi qenë historikisht njohës Palestinës dhe ndjekës të politikës dy shteteve dhe jo të një shteti në kurriz tjetër. Politikës dy shteteve, se Palestinën e njohu merhume, e njohu e veri i parë. Xhavit, unë edhe punën e deklaratës e quaj, domethënë, një detyrim që ne kishim për ta bërë, si pasojë në fund fare ne kemi detyrime për edhe mekun e morëm për hatër apo me ndërhyrjen e aleatëve tanë strategjik. Edhe kjo deklaratë nuk është bërë me iniciativën tonë, në këndvështrimin tim është bërë me kërkesë të amerikanëve. Edhe bile kjo është bërë edhe duke ditur që ne mund të dëmtonim me interesat tona, sepse mund të acaronte në këtë situatë pozicionin e Iranit. Por ne kemi detyrime, ata që
vendosën qeshen shqiptare në rrugën e zgjidhjes, ata që u morën me Kosovën, pra janë ca detyrime që ne një deklarat as nuk krej as nuk ul, po qoftë ke deklarata kjo punë. Ndërsa pozicioni sotëm është një diçka normale, kanë reaguar shumë shtete. Edhe fakti që edhe vetë drejtuesja Rajavi e ka përshëndetur. Ajo, deklarata e Mirjana Xhavit ishte pra, kur ajo që është opozitare pranon thotë se sepse edhe ajo siç duket shef diçka më larg. Pra shef që të vendoset paqja, që të ketë mundësi të operojë, sepse në luftë nuk mund të operojë dot. Sepse në luftë ka ligje lufte, ka gjendje të jashtëzakonshme dhe ata janë të lidhur me janë të detyruar të ngjishen me qeverinë. Kështu që unë e shoh si diçka normale, domethënë, dhe më të drejtë është edhe po ta krahasojmë pala që do të shkruan një marrëveshje është ai shteti për momentin, me atë do të shkruhet. Jo pa qëllim e përmenda, në shkruesi marrëveshjes Daytonit ishte Miloševiqi. Edhe në fund, kur qetësuan gjërat, Miloševiqi mori rrugën atje ku duhej. Pra, nga ana diplomatike kështu do funksionojë, nuk ka, pra duhet një palë që të nënshkruaj. Edhe një përshëndetje është diçka normale, nuk është. Pra, general, edhe ti e mendimi që lufta ndalon për momentin? Për momentin unë jam i mendimit që lufta ndalon, është në interesin e të dy palëve, është mënyra më e mirë e mundshme për të dalë nga kjo situatë që çdo lloj plani sa do perfekt dhe i përkryer që të jetë para se të fillohet aksioni apo operacionet luftarake, është e pamundur që të mos ketë zhvillime të cilat nuk ka mundur askush ekspert e specialist i parashikojë, dhe këto kërkojnë përshtatje të shpejtë, vlerësim situata dhe marrje vendimi shumë të shpejtë, të cilat mund të agravojnë situatën, por mund të të lehtësojnë situatën. Dhe kjo është mënyra për mua më e mirë për të dalë nga kjo situatë. Edhe në veçanti për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për Izraelin, por pse jo dhe për Iranin, se do thosha jetët e humbura është gjëja që nuk kthehen më. Nëse ne do ta ndërtojmë, ata do ta ndërtojnë, do ta ringrejnë infrastrukturën, qoftë kjo ushtarake apo jo, jetët e humbura të njerëzve nuk kthehen më. Dhe kjo kursehen jetë njerëzish në këtë aspekt, kurse për të kjo pjesa që u diskutuar në saj përket deklaratës e Ministrisë për Evropën dhe Punë të Jashtme të sotme dhe rezolutës që miratoi parlamenti, ajo deklarata është normale dhe dihet në vazhdim të gjithë qëndrimeve dhe deklaratave që kanë bërë gjithë liderit botror për sa i përket vendosjes së armëpushimit dhe për 15 ditë dhe uljes tavolinë e bisedimeve. Kurse për sa i përket pjesës së rezolutës që ne nuk kemi se ç'ndryshojmë, dihet kush është vokacioni i shqiptarëve ndaj perëndimit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, që ndoshta edhe ata vetë nuk e kanë aq sa ne e kemi pro tyre. Realisht, për qeneralisht. Por, dihen edhe ato pjesë që t'jesh organizat, pjesë e një organizate, një organizme, një klubi, ka jo vetëm përfitime e privilegje, por ka dhe detyrime. Por mënyra se si ato i realizon, kjo ka të bëj shumë që të rëndon ose të lehtëson. Sepse mund ta kesh në sugjerimin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pjesa e diplomacisë së saj në forma dhe metoda të ndryshme, por ti nuk të imponon deri në atë nivel sa ti të bësh një rezolut i dytë, i pari në Evropë dhe i dyti pas Shtetet Bashkuara të Amerikës një, dhe e dyta u miratu në formë të tillë që edhe pjesa e parlamentit nuk që një, kur realisht veç pas njëri tjetrit, i shprehin mbështetjen dhe vokacionin pro-amerikan. Por njëri e miraton rezultatin në parlament, tjetri dele e miraton nga zyra e selisë partisë. Kjo faktikisht është, nuk ka, pra në këtë rastet të tilla,